Presidenti Bayram Begaj uron qytetarët për vitin e ri, interesi kombëtar dhe dialogu të udhëheqin veprimet tona. Ambasada Amerikane në Tiranë në urimin për vitin e ri thot partneriteti ynë vijon të forcohet. E gjithë bota feston ndërimin e viteve 2026, mbërriti fillimisht në Zelandën e Re, Australi, Kinë, Japoni. 2025 viti i sfidave për News 24, viti i ri, ringritje dhe vazhdimi i misionit. News 24, program festiv për ndërimin e viteve, koncert humor dhe kamera të fshehta me stafin. Kërkohej nga Italia për 71 vjedhje brenda një viti, arrestohet në Mirdit 35 vjeçari. Grabitet një bank në Gjermani, autorët u futën brenda kasafortës, morën 30 milion euro. Tajvani në gatishmëri pas stërvitjeve ushtarake të Kinës, na kërcënohet siguria. Rilindja e brojës, bomberi kuqezi shkëlqen në Angli, buzëqesh edhe Silvinjo. Presidenti i Republikës Bayram Begaj ka uruar të gjithë shqiptarët kudo ndodhen me rastin e vitit të ri. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit shqiptar thekson se ardhmja nuk ndërtohet me fjalë të mëdha, por me angazhimin të përditshëm. Ndaj ai thekson se interesi kombëtar dhe dialogu duhet të udhëheqin veprimet e të gjithëve për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të begatë. Të dashur qytetar, të dashur bashkombës. Sonte, teksa jemi mbledhur rreth tryezës festive me familjen dhe njerëzit tuaj të dashur, dëshiroj t'ju marr vetëm pak çaste për t'ju uruar përzemërsisht vitin e ri. Nata e ndrimit viteve është koha e reflektimeve, momenti kur ndalemi për të parë çfarë lam pas dhe për të projektuar shpresat tona për motmotin e ri. Kjo është mbi të gjitha festa e familjes. Vlerat që rriten brenda saj janë pikërisht ato që i japin forcë dhe qëndrueshmëri mbar shoqërisë tonë. Kujdesi për brezin e ri nuk është thjesht një ndjenjë, por është zgjedhje e mençur për të ardhmen. Investimi te fëmijët dhe të rinjt tanë është gur themeli i Shqipërisë europiane që aspirojmë. Shqiptarët kanë treguar se dija, përkushtimi dhe puna e ndershme janë forca jonë më e madhe. Kemi dëshmuar arritje. Pas çdo suksesi ka punë, sakrifica familjare që dëshmojnë se ardhmja nuk ndërtohen me fjalë të mëdha, por me angazhim të përditshëm. Të dashur shqiptarë, puna juaj dhe ndershme, angazhimi dhe suksesi juaj forcojnë besimin dhe shpresën tek e ardhmja, motra dhe vdesë. Viti që po mbyllet ishte një vit përpjekjesh dhe sfidash, ku Shqipëria dëshmoi sërish vullnetin për të ecur përpara. Kemi ende punë për të ngushtuar pavarësitë dhe për të forcuar besimin tek institucionet. Forcuam rolin tonë ndërkombëtar dhe hollëm hapa konkret drejt Bashkimit Evropian. Kemi shënuar progres në forcimin e shtetit së drejtës, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Të inkurajuar nga sukseset dhe të përulur nga mosarritjet. Viti 2026 duhet të jetë viti i një përpjekje të përbashkët për ta kthyer standardin europian në një realitet të prekshëm në jetën e çdo familje shqiptare. Interesi kombëtar dhe dialogu duhet të udhëheqin veprimet tona për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të begatë, sepse ajo që na bashkon është më e fortë se çdo interes që na ndan. Ndaj, në vigjilje të vitit të ri 2026, urimi im i parë është për bashkëpunim dhe bashkërendim rreth qëllimeve e interesave mbarkombëtare. Përshëndetjet më të ngrohta dhe urimet më të mira kam sot për shqiptarët kudo ndodhen, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi, Luginën e Preshevës, Arbreshët dhe diasporën tonë. Ju jeni pjesa e pandare e këtij kombi dhe energji vitale për të ardhmen tonë të përbashkët. Një urim të veçantë kam sonte për gjithë mjekët, infermierët, pjesëtarët e forcave të armatosura, punojësit e rendit, zjarrfiksit dhe gazetarët, si dhe të gjithë ata që sot janë në krye të detyrës dhe larg familjeve të tyre. Mendimi ynë shkon edhe për ata që këtë natë kalojnë në spitale apo në kushte të vështira, larg ngrohtësisë së shtëpisë. Çdo familje shqiptare, nga fëmijët e gjyshrit, pas shëndet, gëzime dhe mbarësi. Mbi të gjitha uroj për vitin e ri 2026 më shumë besim te njëri tjetri dhe më shumë mirëkuptim, sepse Shqipëria
është shtëpia jone e përbashkët, përgjegjësia jone e përditshme dhe e nesërmja që ndërtojmë bashkërisht. Me përullësi për sfidat që kemi përpara, me besimin të vlerat e punës, solidaritetit dhe përgjegjësisë qytetare, dhe me vendospëri për të ndërtuar të ardhmen tonë europiane, ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri 2026. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Gëzuar. Ambasada Amerikane në Tiranë uron shqiptarët për vitin e ri 2026. Në një postim në rrjetet sociale, ambasada shkruan se partneriteti me Shqipërinë vijon të forcohet përmes qëllimeve dhe vlerave të përbashkëta. Ndërsa viti po i afrohet fundit, duam të festojmë arritjet tona më të mëdha dhe gjithë entuziazmin për atë që do të vijë në vitin 2026. Nga vizita historike e US Mount Whitney në brigjet e Shqipërisë të Shtetet e Bashkuara që do të presin ngjarjet më të mëdha sportive ndërkombëtare në botë, partneriteti ynë vazhdon të forcohet përmes qëllimeve dhe vlerave të përbashkëta. Gëzuar vitin e ri nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, thuhet në postim. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha uron shqiptarët për më shumë barësi, shëndet dhe shpresë në 2026 për shqiptarët kudo ndodhen. Në një rezume që ai bën për 2025, thekson se ishte viti që shqiptarët nuk e merituan pasi narkoshteti Edi Ramës shton ai u konsolidua. Lideri i demokratëve deklaron se vjedhjet me qeverinë e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut ishin të papërmbajtshme. Sali Berisha u kërkoi shqiptarëve që në 2026 të bashkohen për të larguar Edi Ramën. Nga zemra ju uroj, ku do që ndodheni, në votrat familjare, në lokale, në udhëtime, në Shqipëri, në botë, në institucionet e vuajtjes dënimit, në spitale, gëzuar vitin e ri 2026. Viti 2025 ishte një vit që shqiptarët kur nuk e meritonin. Viti 2025 do të mbahet mend edhe si viti i zbulimit të vjedhjeve më të mëdha në historinë kombëtare të shqiptarëve, nga Edi Rama, Lubi Balluku, familja Rama, Erion Veliaj, viti në cilin në regjistrat e prokurorisë dolen emrat dhe vjedhjet e paimagjinueshme të Lubi Ballukut me 300 apartamente, 2 jahte, 15 supermarkete. Emri Edi Ramës në të gjitha mesazhet si përcaktues i tendrave dhe vetëm në tunelin e Llogaras u zhduken të paktën 50 milion euro. Viti 2026 është viti i shpresës madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është viti në cilin ata do bashkohen si kur më parë për t'i bërë funeralin organizacë kriminale që quhet Rilindje dhe kryesohet nga Edi Rama. Ndaj dhe unë dua sonte t'ju uroj ju, gëzuar kudo që ndodheni, një vit të mbarë. Qytetarët po bëjnë gati përgatitjet e fundit për darkën festive të ndërimit të viteve, ndërsa autoritetet lokale kanë gati surpriza të shumta. Në sheshin Skënderbej në Tiranë do të ketë spektakël fishek zjarrësh dhe një koncert festiv që do të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit. Shqipëria është gati për të pritur ndërimin e viteve, ndërsa qytetarët po bëjnë gati përgatitjet e fundit për darkën festive, autoritetet lokale kanë gati surpriza të shumta, jo vetëm kryeqyteti, por nga veriu në jug, qytetet janë veshur me dekorim festiv. Turistë të huaj, por edhe shumë shqiptarë që jetojnë jashtë kanë zgjedhur që natën e ndërimit të viteve ta festojnë në Shqipëri. I uroj gjithë shqiptarëve, të bëjnë një vit të ri sa të gëzuar, edhe të jenë në shëndet të plot. Edhe gjithë të mirë i uroj. Do jetë një vit i mbar për ne, inshallah, shpresojmë. Vit i mbar, shpresoj që gjithë gjërat e këqija ti kemi lënë ky dhe viti tjetër fillojmë me gjëra të mira. Gjithë shqiptarët kudo, jo vetëm në Shqipëri, po të shpërndarë në gjithë planetin. Gëzuar të gjithëve, vit më i mbar inshallah. Urime të gëzuar për shumë vite, inshallah një vit i mbar për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen.
urimi më i madh është për gjithë shqiptarët, si katolik, si musliman, bashkëpunim. Në sheshin Skënderbej në Tiranë do të ketë spektakël fishek zjarresh dhe një koncert festiv që do të zjas deri në orët e para të mëngjesit. Edhe në qytete të tjera janë organizuar aktivitete të shumta me pjesëmarrjen e artistëve të njohur. E gjithë bota feston dërimin e viteve. Zelanda e Re ishte ndër vendet e para që mirëpritën vitin e ri 2026. Në kryeqytetin Auckland, festivet u realizuan me një shfaqje fishek zjarresh pas një numërimi mbrapsht prej 10 sekondash të projektuar në bazën e kullës Sky, 328 metra të lartë. Sipas organizatorëve, fishek zjarret u nisën nga 3 nivele, duke dërguar 3500 fishek zjarr për rreth dhe mbi 80 metra mbi kull. Ishte Australia më pas ajo që mirëpriti vitin e ri me spektakël fishek zjarresh që ndriçuan qiellin mbi urën e famshme dhe operan e Sydneyt, duke ofruar pamje mbreslënse transmetuar drejt për drejt në mbar botën. Megjithatë, festimet u shoqëruan edhe me masa të repta sigurie dhe me momente heshtje, duke përkujtuar ngjarjet e fundit dramatike në plazhin Bondi në dhjetor, ku humbën jetën 16 persona. Viti i ri 2026 ka mbërritur në Kin. Rajoni anuloi shfaqjen e zakonshme të fishek zjarreve mbi portin Victoria pas një zjarri masiv që në nëntor vrau të paktën 161 persona. Në vend të kësaj ka organizuar një shfaqje muzikore me dyshen e soft rockut Air Supply dhe këngëtar të tjerë, ndërsa fasadat e 8 monumenteve janë shndërruar në ora gjigande numërimi mbrapsht, ku paraqitej një shfaqje dritash që zgjati prej 3 minutash. Në Malezi, kullat binjake Petronas zën vend qendror, ndërsa fishek zjarret ndriçuan qiellin e natës. Policia e shtetit ka hartuar një sër masash për garantimin e mbarvajtjes festimeve me rastin e dërimit të viteve. Në të gjithë territorin e Tiranës, masat konsistojnë me shtimin e oficerëve të policisë së rendit, por edhe atyre të policisë kriminale në të gjithë zonat urbane, sidomos aty ku ka fluks qytetarësh, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Në hyrje dhe dalje të qytetit janë vendosur pika kontrolli si dhe patrullime të lëvizshme për të rritur sigurinë e qytetarëve. Shtim në rrugët e Tiranës ka edhe me oficer të policisë rrugore dhe patrullime për parandalimin e aksidenteve. Shtim të oficerëve do të ketë edhe në sheshe publike, shëtitore, pedonale, objekte kulti, në ambjente argëtimi dhe në qendra tregtare. Fokus të veçantë ka në shkëmbimin e informacionit për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim. Qytetarë të shumt kanë zgjedhur Baldushkun për të blerë gjelin e detit për darkën e fundvitit. Ndjekim materialin satirik të përgatitur nga gazetari Marcel Rubi. Është mbrëmja e ndërrimit të viteve. Është i vetmi moment kur në familjes shqiptare, jo vetëm, por ne dim traditën shqiptare, krye familjari nuk është ai që mendoni ju, por krye familjari dhe ai kryesori i tryezës është gjeli i detit. Prandaj kemi ardhur në tregun e Baldushkut, kemi ardhur pikërisht në këtë vend që është i njohur, i famshëm për gjelat e detit dhe kemi ardhur për të folur me ta, për të folur me kryesorët, për të folur me ata që na bëjnë mbrëmjen. Jo me njerëzit, jo, me gjelat. Pulave u ka hirë, ka karisin vetëm në kotet. Tu jemi në tregu i gjelit detit në mos afakosh Baldush, njësia Baldush. Bën në luftë me njëri tjetër, që zëjë, kush o më mirë, do jetë më kësaj. Më shtre më mirë? Mje pa te që hum mua vë, që më duhet mu, më shtre. Ka keni një që hum këtu, një që i merë në kamët? A dhe fito? A kë fito ta mojnë? Ajo më mirë. U shqit këmë arroje? Po, kjo u shqit. Qa të po, më? Ma beshoj e sa kile është? Kjo është 7 kile gjysë. Që vëshë kështu me kra? Jo, me pesh. Me pesh ova. Po e kemë peshu. Ja, tak peshore ultra. Sa lunë gram kjo se lulli qik peshore, apo fort? Nuk lunë fare. As luk, jo? A i bëni stërvitje gjatë vitit këtyre gjelave? Patet në kullat, stërvitje. Bëjmë pompa. Si stërvis një gjela, do me ditë? Gjelet në servise misër, olej, bar, ka që ta bëjnë. Shnoshke, në më thëmë të stërvisës dhe do zhida, i bam, do përlesh. Që klubis. A me i keni me kulturë, shu? Me kulturë, pa tjetë. Teatru, riortë, tu a qëtë si unë? Tu më të mirë, ne ke selekcionu i qik? Po s'ka të mirë ti se mirë në këtë të?
Më leta se ti e njef kush është, e kap në pesh, në sy, në... Po më shif mundë, a jam i mirë. Po, ti shumë... Më mirë se gjeni, po që... Po më shif mundë, ja, shkëllqen gjeni. Kërë duke kështë që gjeni, shifit zotin? Po shifit zotin se që? Po shifit zotin e ne. Oke, po mirë, ideja është që ti për vete e ke zjedhe e gjenin këtë viti? Pas po të zjedhe për vete do të shes për... Po ndiku. Gjeli, kështu të rejë detalja. Po lërë se do vile veta jo, s'ka nevoj. Duke janë të fortë, shi se i bëdhe, shi. Ba. E gjajtë për najtë me të zotin. E gjajtë zotin. Edhe i zotin më i fortë i zonës tu, a? Qa me, ja, shive shkruj. Merë shumë je. Pula vjen 5 kg gjys, po pulën e me 12, 60.000 lek, 65.000 lek, 70.000 lek. Se pula kushton më shumë? Kushton më shumë pula. Si kushton ka më shumë, është burri në familje, është gjeli. Është burri pra në familje, po i kemi vënë prioritet shumë femnës për me. Është koha e grave, japim prioritet grave. Koha e grave, ka koha grave dhe ne japim prioritet grave. Ja, kështu është kur vjen gratë të kryesi. Po gjelin ta marrin patjetër se pa është tradit. Pa gjel Shqipëria, sidomos Shqipëria mesme, pa gjel nuk... Mos e bëv zotit, edhe pa përshesh misi. Ti vetë qa merë, gjel apo pull në shpi? U vetë konsumoj vetëm gjel. Se pullën jo? Jo, po jam gjel verë. Po i rana muzi se satuan tek pulat. E ku do veta satonin tek raketat? Po ne që merremi të rjetën me pulat, qemi. Si a bo për shumë, ta zëm që ti veti ke vonë sy unionit për shpi. Edhe vi unë të unë du me mërë këte, atë e do ti. A për një qikë shumë politikë, thua për shumë, që do më atë sa i... Ja, nuk bëjt politikë fare, pa e bres shkurt komplet. Ky e gjelin. Maro punë. Maro puna. Po e ke gjelin tatë për shumë? Po gjelin të me kam me maj shpi e tje, kam maj veçan. E maj veç e tje se kam hatë se vind me marin të më lutën, e me hanë më sysh. A marë muslik. Po si në të rio dëmët moj të rrisë dhe mas maj më të mirë për vete. Po kom qenë edhe të 20 vjetë kërë plek të më të dhenë. Që thurë? Pore. Po si ke qenë kërë plak 20 vjetë, kërë parë 20 vjetë, ti si shë plak i herë? Jo, kam qenë kërë plak, kishtë e emnin kërë plak. Sa vjetë që kërë bërë kërë plak? Po, du të majnë me në fare, po 20 vjetë të më. Ti dhe sot je kryeri. A mund të themi që këta janë gjela kështu me kulturë, me edukat? Po me kulturë, me edukat, si kam konë shkollë. Gjysë me këtëne ka shkollë në mesme, gjysë me ka shkollë në largë. Po a joti ka master? A imi ka master, është pedagog. E që gjeli pedagog. A e ke fut me mi gjelin pedagog? Themi drejtën. A ka një komshitu e ka qiput me që më gjelin se ty? Me foleritet, të më Shqipëri nuk ka gjo pa mik. Ti e ke fut me mik? Po me mik. S'bot fjallë fare. S'kam Shqipëri, përveç se miku nuk ekziston si gjo. Unë erdha këtu më thanë është më i ndershmi, ai për në erdha. Apo tjerët janë më keq, ti je më i ndershmi. Oro jam më i mirë, tjerët janë fare. Jemi të vegjël. News 24 vjen në ditët e ndërimit të viteve me një program festiv të veçantë. Producenti Gjergj Leka sjell në programet e tij festive muzikë, humor dhe emocione për të gjithë familjen. Netët e ndërimit të viteve do të shoqërohen me spektakle të mëdha, artistë ndërkombëtar dhe surpriza, pa munguar informacioni për zhvillimet kryesore, një mënyrë ndryshe për të festuar së bashku me shikuesit. Televizioni News 24 vjen ndryshe në ditët e ndërimit të viteve, duke qëndruar pranë shikuesve të tij me një program festiv të pasur për gjithë familjen, pa hequr dorë nga misioni kryesor, informimi. Më 31 dhjetor, ekrani News 24 do të transmetoj koncertin e madh të ndërimit të viteve, që mund të ndiqet nga ambientet e Flumen Park. Një mbrëmje me hite ndërkombëtare të këngës, muzikë instrumentale e klasike, ku në qendër do të jenë edhe talentet e rinj më të mirë të vitit, të shoqëruar nga familjarët e tyre si të ftuar special. Programi do të shoqërohet me kamera të fshehta të realizuara me gazetarët e News 24, humor nga estradat e dikurshme shqiptare dhe perla të humorit ndërkombëtar, me emra ikon si Benny Hill dhe Mr. Bean. Spektakli do të vijojë edhe pas mesnatës me eventin special Hollywood in Vienna. Festimet vazhdojnë më 1 janar me një tjetër spektakël të veçantë, me muzikë, këngë dhe humor shqiptare të huaj, realizuar kryesisht në ambientet magjike të prestigjë resort në Golem dhe Tiranë. Eventi i madh i 1 janarit do të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit të 2 janarit, duke u mbyllur me një multi-event skenik ku protagonist do të jenë 2 ikona botërore të spektaklit, Andre Rie dhe Jani.
Programi festiv nuk ndalet me kaq. Gjatë muajit janar, producenti i programit të vitit të ri dhe të 1 janarit, Gjergj Leka, do të sjellë në ekran për 4 fundjava rresht 8 evente koncertale ekskluzive që variojnë nga Charles Aznavour tek Ennio Morricone, nga Tom Jones tek Helen Fisher e shumë emra të tjerë të mëdhenj të muzikës botërore. Për herë të parë në ekranet shqiptare, kaq shumë evente të mëdha dhe të magjishme vijnë së bashku, të dedikuara 100% për familjen shqiptare. News 24 dhe gjithë stafi drejtuesve dhe gazetarëve ju urojnë një vit të ri, plot gëzime, shëndet dhe lumturi në familjet tuaja. Viti 2025 ishte shumë i trazuar për median shqiptare, ai shënoi edhe një nga momentet më të vështira të gazetarisë së pavarur, pasi News 24, televizioni më i madh informativ në Shqipëri, u përball me ndërhyrjen e dhunshme shtetërore, por edhe qëndresën dhe ringritjen e gazetarisë që nuk mund të ndalet. Këto ngjarje treguan ndër të tjera drejtësinë dhe vërtetësinë e fakteve dhe denoncimeve tona mbi aferat dhe korrupsionin e qeverisë. Institucioni e ti, shteti për mua e ti, zotri. I drejtojmë edhe shikuesve të cilët në qofse nuk e ngrenë zërin për këtë që po ndodh, atëre jam e sigurt që do t'ju shuhet, do t'ju zbehet zëri tyre. Zotri, po ndalohemi që të aksesojmë ambientet e televizionit në kundërshtim të vendimit të gjykatës. Është e paprecedent, ndjeje sër më beso, do më ta them sinqerisht, do ju vi tur për këtë që po bëni. Përmes denoncimeve të vazhdueshme për korrupsionin në qeveri dhe shkeljen e ligjit nga njerëz në pushtet, News 24 prej vitesh ka nxjerrë në dritë abuzime që shumë të tjerë i shmangnin. Për shkak të këtij qëndrimi të pakompromis të medias son, pushteti ndërhyri me forcë, duke ndaluar hyrjen e punonjësve në ambientet e televizionit dhe duke ndërprer transmetimin. Një sulm i papritur dhe i dhunshëm i shtetit më 9 gusht 2025 nxori me forcë gazetarët dhe stafin e News 24 nga godina ku ushtronin prej vitesh misionin e tyre. Në orët e para të mëngjesit të 9 gushtit 2025, pas një paralajmërim zyrtar dhe pa një proces transparent, ambientet e televizionit u rrethuan me policia e ushtri dhe transmetimi u ndërpre. Askush nuk u lejua të hynte më, askujt nuk u lejua të merrte materialet e punës, sendet, kompjuterat personal dhe as dokumentacionin profesional, mjetet thelbësore për ushtrimin e lirë të gazetarisë. Arkivat dhe materialet të rëndësishme mbetën të bllokuara brenda godinës dhe u zhvendosën me kamiona ushtrie. Ky veprim cënoi drejt për drejt punën e qindra punonjësve, të drejtën për informim të publikut dhe funksionimin normal të medias. Gazetarët dhe punonjësit e News 24, por jo vetëm, protestuan në mënyrë paqësore për disa ditë përpara godinës, duke kërkuar të drejtën për të marrë mjetet e tyre të punës dhe për të vijuar informimin e publikut. Edhe pse të përjashtuar fizikisht nga ambientet e televizionit, puna nuk u ndal dhe zëri i gazetarisë nuk heshti. News 24 vijoi transmetimin jashtëmureve të tij në kushte të jashtëzakonshme, duke dhënë një mesazh të fortë rezistence dhe profesionalizmi. Pamjet e transmetimit në ambient të hapur u kthyen në simbol të qëndresës ndaj presionit dhe ndërhyrjes shtetërore. Pas kësaj tronditjeje të fortë, erdhi ringritja.
Brenda një kohe shumë të shkurtër, botuesi i Focus Media News, zoti Irfan Hysembelliu, vuri në jetë vizionin e tij, rihapi televizionin, riorganizoi stafin dhe transmetimi rifilloi. Arkan, je fort Arkan, bravo. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt në News 24, sa bukur është ta thuash tani këtë fjalë, sidomos pas këtyre ditëve të vështira që të gjithë ne gazetarët kemi kaluar. Me mjete minimale dhe mjedise modeste, por me përkushtim të madh ndaj së vërtetës dhe publikut, News 24 dëshmoi se nuk është thjesht një godin apo pajisje teknike. News 24 është njerëzit e tij, janë gazetarët që raportojnë, operatorët që sillin pamjet dhe një mision që nuk ndalet as nën presion, as përballë forcës. Sot me gjithë ngjarjen e rëndë që përjetoi, News 24 vijon me intensitet punën. Transmetimi vazhdon pa ndërprerje, e vërteta vazhdon të thuhet. Ngjarjet e fundit me Belinda Ballukun dhe Akshin treguan se denoncimet dhe investigimet tona ishin të sakta dhe ato do të vazhdojnë, sepse fjala e lirë nuk shuhet me urdhër dhe gazetaria nuk ndalohet me forcë. Nga arrestimi i kryebashkiakut Erion Velia e teketimet për Belinda Ballukun dhe Akshin, dosjet më të bujshme që spaketoi gjatë vitit 2025. Ndjekim materialin e përgatitur nga Klodiana Lala. Godina e xhamit e SPAK ishte ndërtesa më e vizituar nga politikanët e majtë të djathtë për gjatë vitit 2025, ku disa prej tyre përfunduan në pranga apo u morën të pandehur, ndërsa të tjerë dhanë shpjegime për afera të dyshuara korruptive. Kërkesa për leje për arrestimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila akuzohet për paracaktimin e tenderave në 10 miliona euro dhe arrestimi i kryetarit Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për 13 akuza penale, 9 prej të cilave për korrupsion, janë 2 nga dosjet më të rëndësishme që SPAK hetoi për gjatë 2025-s, sa i përket hetimit korrupsionit në radhat e zyrtarëve të lartë. Hetimet për numrin 2 të qeverisë kulmuan në muajin tetor, kur ajo u mor zyrtarisht e pandehur për tenderin 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras, ndërsa u pasua me caktimin ndaj saj të 2 masave të sigurisë, pezullim nga ushtrimi i detyrës dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese për ta rikthyer përkohësisht në detyrë Ballukun bëri që SPAK t'i drejtojë kuvendit dhe të kërkonte arrestimin e saj. Dosja Balluku shënoi dhe përplasjen e parë me SPAK dhe mazhorancës, konflikt që megjithëse do të thelluhet për gjatë muajve të parë të 2026-s. Një tjetër dosje SPAK që sigurisht shkaktoi tronditje të forta në radhët e mazhorancës ishte arrestimi i kryebashkiakut Erion Veliaj në zyrën e tij të punës më 10 shkurt. Veliaj vijon të mbahet në paraburgim, ndërsa aktualisht dosja e tij, ku e pandehur është dhe bashkëshortja Ajola Xoza, ish deputetja Klotilda Bushka si dhe 27 pandehur të tjerë, po shqyrtohet në seancë paraprake në gjykatën e posaçme. Ish kryeministri Sali Berisha, i cili po gjykohet për akuzën e korrupsionit lidhur me dosjen Partizani, bëri ecjejaket e tij në SPAK në zbatim të masës së detyrimit për paraqitje. Në të gjitha rastet, ai hodhi akuzat forta ndaj ish-kreut SPAK dhe këmbguli se prokuroria e posaçme i shërben Edi Ramës. Ish presidenti Ilir Meta, që ndodhet në paraburgim prej tetorit 2024, edhe për gjatë 2025-s vijoi përballjen me drejtësinë. Aktualisht dosja penale e tij, ish bashkëshortes dhe 3 bashkëpunëtorëve të tjerë po shqyrtohet në seancë paraprake. Edhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj vijoi betejën e tij me drejtësinë për 2 dosjet, ato të aferës së sterilizimit si dhe abuzimet me fondet e agjencisë së SPAK. Me drejtësinë u përball dhe ish deputeti socialist Jurgis Qyrbja, i cili po vuan dënimin në burgun e Durrësit. Por ndryshe nga ky i fundit, ish ministri Lefter Koka rifitoi lirinë me kusht. Arben Ametaj, ish zëvendës kryeministër, vijon të jetë ende nën hetim, edhe pse jeton në Zvicër dhe pret statusin e azilantit politik. Në dyert e SPAK për gjatë 2025-s u pan ish ministri e jashtme Olta Xhaçka dhe deputeti Damian Gjiknuri, ish kreu i PD-s Lulzim Basha, ish presidenti Bamir Topi, Sali Berisha dhe Ilir Meta, po ashtu dhanë shpjegime për dosjen 21 janari, ku gjatë protestës së opozitës së 15 viteve më parë u vran 4 qytetar. Grupi kriminal që vepronte në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, i cili u godit në mes të dhjetorit duke u shpallur në kërkim biznesmenët Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri, ndërsa në arrest shtëpie u dërgua Mirlinda Karçana e zëvendësja e saj. Ishte një tjetër dosje e bujshme që përmbylli 2025-ën. SPAK për gjatë vitit ishte kryefjale politikës e medias e megjithëse godina prej xhami do të jetë në qendër të vëmendjes edhe për gjatë 2026-s.
Nga treni elektrik që mbeti kantier tek aeroporti i Vlorës pa fluturime, nga dëmshpërblimi banorëve për zjarre deri tek nafta e shpiragut që u shua, bashkë me premtimet për 24 orë ujë, 2 avion zjarfikës, shkolla të reja e legalizime. Faktoje ka renditur gënjeshtrat e 2025, vit kur propaganda u përdor si mjet elektoral. 2025 ishte vit zgjedhor dhe si çdo vit zgjedhor në Shqipëri premtimet ishin të shumta dhe të përsëritura. Në mbyllje të vitit faktoje ka renditur faktet që flasin për kantiere të pambyllura, projekte të dështuara rrugësh, afate të shtyra dhe qytetarë të zhgënjur. Në prezantimet 3D të qeverisë, Tirana lidhet me Durrësin dhe Rinasin nga një tren modern elektrik. Në terren prej më shumë se 4 vitesh ekziston vetëm një kantier që s'po mbaron. Me disa afate të shkelura, Hekurudha Tiranë-Durrës-Rinas është ende larg përfundimit. Afati i ri i operimit të trenit elektrik është fundi i vitit 2026. Në pranverë skenari i njohur i fluturimit elektoral u rikthye në prag zgjedhjesh me zbritjen e avionit të parë testues në pjesën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Qeveria premtoi se aeroporti i Vlorës do të niste fluturimet këtë vit, por faktet tregojnë se në realitet fluturimi vetëm mbeti ai testues i 8 majit. Naft Premium si e Arabisë Saudite. Kështu e prezantoi qeveria zbulimin e naftës në shpirag, por testet e kompanisë Shell rezultuan zhgënjyese. Giganti holandez është drejt largimit nga Shqipëria. Fondi sovran mbeti një ëndër e bukur bashkë me premtimin për epokë të re ekonomike nga nafta në shpirag. Që nga 2013, ky është refreni i çdo fushate elektorale, por vendi ende vuan nga mungesa e furnizimit me ujë 24 orë. Afati i ri për të njëjtin premtim është shtyrë në 2030-ën. Këtë vit gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri Edi Rama premtoi se në 2030-ën 100% e qyteteve dhe 80% e fshatrave do të mbulohen me ujë 24 orë. Premtimi i bërë nga kryeministri Rama gjatë fushatës elektorale se Shqipëria do të kishte 2 avion zjarfikës të gatshëm për sezonin veror, rezultoi i pambajtur. Këtë verë, vendi kaloi një situatë dramatike për shkak të zjarreve që shkrumbuan mbi 60.000 hektar me pyje dhe kullota, por të vetmit avion zjarfikës ishin ata të ardhur nga vendet e BE-s përmes mekanizmit të mbrojtjes civile. Qeveria premtoi dëmshpërblim dhe rindërtim të banesave për të gjithë banorët e zonave të prekura nga zjarret këtë verë. Në fund të vitit ata ende presin për mbushjen e këtij zotimi. Në nisje të fushatës, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria e tij kishte ndërtuar 450 shkolla të reja në 10 vite. Faktet tregojnë se janë rindërtuar ose zgjeruar vetëm 43 institucione arsimore. 6 vite nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit 2019, procesi i rindërtimit është afër mbylljes financiare, por jo i përfunduar në terren. Qeveria ka shpenzuar 131 miliard lekë dhe raporton se 90% e projekteve janë ndërtuar. Ministria e Mjedisit premton se Shqipëria do të arrinte standardin evropian të flamurit blu për cilësinë e ujrave larës, por raportet e BE-s na rendisin në vendin e fundit në Europë për cilësinë e ujrave bregdetare. Ky është premtimi më i vjetër i ricikluar. Çdo zgjedhje sjell një valë të re legalizimesh të premtuara, por procesi nuk ka fund. Dosjet shtohen, afatet shtyhen dhe qytetarët mbeten peng të një premtimi që nuk po përmbushet, që nga nisja e procesit të legalizimeve në vitin 2006 dhe deri më tani, legalizimet janë përdorur si mjet i rëndësishëm për mbështetje politike, sidomos në fushata zgjedhore. Verifikimet nxjerrin në pa hendekun mes premtimeve dhe realitetit, veçanërisht në një vit zgjedhor si ky që po lëm pas. Ministri i Drejtësisë ka firmosur vendimin për kompensimin financiar të 13.000 familjeve ish-pronarësh. Ministri Lamallari deklaroi se përmes këtij vendimi vjen në vend e drejta që u takon ish-pronarëve. Mbi 13.000 familje ish-pronarësh do të përfitojnë kompensimin financiar nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Vendimin e njoftoi Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari, i cili theksoi se shteti shqiptar shlyen plotësisht dhe vën në vend të drejtën që u takon ish-pronarëve. Sapo miratuam listën me plot 3.527 subjekte, të cilët kompensohen përfundimisht nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, për pjesën e mbetur prej 30%. Në një fond për rreth 1.4 miliard lekë, mbi 13.000 familje përfitojnë drejt për drejt nga buxheti i alokuar nga qeveria shqiptare. Ministri i Drejtësisë tha se vendimi nuk është vetëm një akt financiar dhe përmbushje detyrës, por një akt drejtësie, respekt për pronën, ligjin dhe qytetarin.
me këtë pagesë që do të marrin nga sot e në ditët në vijim, kompensimi për këto familje, sipas listës së publikuar në faqen zyrtare të ATP-s, quhet i kryer plotësisht dhe ne mbyllim kështu një kapitull të vjetër, duke përmbushur kështu detyrimin që ne kemi karshi pronarëve të tjerë dhe sigurisht si pjesë e angazhimit ton për standardet evropiane, për një shtet të së drejtës dhe për një të ardhme ku prona, ligji dhe liritë themelore janë të shenjta. Lamallari u shpreh se do të vijojë angazhimi për të përmbyllur procesin e kompensimit ndaj të gjithë pronarëve. Dhe ai tha se ka kërkuar nga Agjencia e Trajtimit e Pronës të ecë sa më shpejt me këtë proces. Personat me aftësi ndryshe në Lezhë protestuan përpara ambienteve të postës shqiptare, pasi ende nuk kanë marrë shpërblimin e fundvitit të akorduar nga qeveria. Protestuesit shprehen se kjo situatë është absurde, duke shtuar se shtresa e tyre kanë të pamundur të përballojnë shpenzimet e fundvitit. Mosmarrja e shpërblimit të fundvitit të akorduar nga qeveria shqiptare nxorri në protestë personat me aftësi të veçanta në qytetin e Lezhës. Qytetarët protestuan para ambienteve të filialit të postës shqiptare në Lezhë duke kërkuar marrjen e pagesës së premtuar. Protestuesit shprehen se janë në vështirësi të mëdha ekonomike dhe se nuk i përballojnë dot shpenzimet për festën e ndërrimit të viteve. Problemin e kena te bordi që në ka thënë Edi Rama, shpërblimin e fundvitit. Sepse veç me hërë bukë kërë, sonde, se s'kene shahëm tjetër. Sonde janë shërgu ma shumë shmimet, se këto në Shqipëri këtë lidhë ka, për herë për festë shtoj shmimet. Atje thoni kena këllu, këto thoni në herë, 2 herë, 5 majtë, unë se marrë vesh. Gjithë i kanë marrë shpërblimet përveç se neve se jena invalid nuk i kanë marrë doktorët, i kanë marrë infermierët, i kanë marrë policia, i kanë marrë të gjithë, i kanë marrë shpërblimet, kanë edhe këtë vitëri pa pare. Ta dim se kush e ka fajnë. A kanë fajnë posta, a ka thesari, a ka bashkia Lezhë. Për herë problem vetëm Lezhë është. Të të në hetë qishtë në bajnë. Për festës qishtë në bajnë. Nga ana tjetër, përfaqësues të filialit të postës bëjnë me dije se fondet ende nuk janë lëvruar nga thesari i shtetit, çka ka sjell edhe krijimin e kësaj situate. Ata theksojnë se pagesat do të kryhen menjëherë sapo fondet të kalojnë në dispozicion të postës shqiptare. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi këtë të mërkurë se do të takohet së shpejti me presidenten e vendit Vjosa Osmani për të biseduar lidhur me zgjedhjen e presidentit në fillim të vitit të ardhshëm. Mungesa e mundshme e pajtueshmërisë për ta zgjedhur presidentin në prill, kur Osmani t'i mbaron mandati, do ta çonte vendin sërish në zgjedhje të parakohshme për herë të dytë brenda muajsh. Kurti tha se së shpejti do ta takojë presidenten Osmani dhe duhet të bisedojë me të për rrugën përpara. Osmani e bëri të ditur synimin e saj për të garuar sërish për presidente në prill gjatë një interviste për radion Evropa e Lirë më 29 dhjetor, por nuk është e qartë nëse ajo do ta gëzojë mbështetjen e nevojshme në kuvendin e ardhshëm. Një grabitje ndodhi në një bankë kursimesh në qytetin perëndimor Gelsenkirchen të Gjermanisë. Autorët ende të paidentifikuar hynë në bankë duke vjedhur para dhe bijuteri në vlerë rreth 30 milion euro. Sipas policisë gjermane, grabitësit përdorën mjete profesionale përfshirë një pajisje të fuqishme për të shembur murin e kasafortës. Një bankë kursimesh u grabit në qytetin perëndimor Gelsenkirchen të Gjermanisë, ku autorët arritën të hynin brenda institucionit financiar, duke shfrytzuar periudhën e qetë të festave të fundvitit. Grabitësit arritën të merrnin deri në 30 milion euro, duke thyer më shumë se 3.000 kasaforta personale të klientëve, njoftoi policia. Autorët shpuan një mur të trash betoni në një garazh parkimi në një deg të bankës Sparkase, duke arritur të grabisnin paratë e qytetarëve. Shumica e dyqaneve dhe bankave mbyllën në Gjermani gjatë periudhës së festave të fundvitit, duke nisur nga mbrëmja e 24 dhjetorit, dhe policia zbuloi vjedhjen vetëm pasi një alarm zjarri u aktivizua. 10 klientë të zemëruar u mblodhen përpara bankës të martën, duke brohoritur me zë të lartë, "Na lejoni të hyjmë, nuk munda të flija mbrëm, nuk po merrnim asnjë informacion", tha një burr për televizionin Welt, ndërsa priste jashtë degës, duke shtuar se kishte përdorur kasafortën për 25 vjet dhe se aty kishte kursimet e tij të një jete.
Një tjetër burr tha se përdorte kasafortën e tij për të ruajtur para dhe bizhuteri për familjen e tij. Një zëdhënës i bankës Sparkasse në Gelsenkirchen nuk ju përgjigj menjëherë një kërkese për koment nga mediat e huaja. Ende nuk ka asnjë të dyshuar të arrestuar, ndërsa hetimet vazhdojnë për të identifikuar autorët dhe mënyrën e largimit të tyre. Tajvani ndodhet në gatishmëri të plot këtë të mërkur, një ditë pasi Kina organizoi stërvitje masive ushtarake rreth ishullit. Në stërvitjen ushtarake u përdorën 10 raketa dhe një numër i madh anijesh luftarake dhe avionësh pranë ishullit në një shfaqje force që shkaktoi shqetësim tek aleatët perëndimor. Taipei dënoi stërvitjet si një kërcënim për sigurinë rajonale dhe një provokim të hapur. Tajvani ndodhet në gatishmëri të lartë këtë të mërkur, një ditë pasi Kina organizoi stërvitje masive ushtarake rreth ishullit, duke mbajtur qendrën e saj të reagimit detar emergjent në funksion, ndërsa monitoronte manovra detare kineze, njoftoi roja bregdetare. Gjatë stërvitjeve të quajtura Misioni i Drejtësisë 2025, Kina lëshoi 10 raketa drejt Tajvanit dhe vendosi një numër të madh anijesh luftarake dhe avionësh pranë ishullit në një shfaqje force që shkaktoi shqetësim tek aleatët perëndimor. Taipei dënoi stërvitjet si një kërcënim për sigurinë rajonale dhe një provokim të hapur. Aktualisht ka më shumë se 90 anije detare dhe të rojes bregdetare kineze në rajon, shumë prej të cilave po vendosen në detin e Kinës jugore pranë Tajvanit dhe detit të Kinës lindore në një shfaqje të madhe force detare. Than për Reuters 2 zyrtar sigurie në rajon. Kina është në mes të asaj që tradicionalisht konsiderohet një sezon i ngjeshur për stërvitje ushtarake. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha të mërkurën se 77 avion ushtarak kinez dhe 25 anije të marinës dhe rojes bregdetare kishin operuar rreth ishullit në 24 orët e fundit. Midis tyre 35 avion ushtarak kishin kaluar vijën e mesme të ngushticës së Tajvanit që ndan të dy anët shtoi ajo. Kina i konsideron ushtrimet si një masë të nevojshme dhe të drejtë për të mbrojtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial. Ato ishin një paralajmërim i ashpër kundër forcave separatiste të pavarësisë së Tajvanit dhe ndërhyrjeve të jashtme theksuan autoritetet në Pekin. Kina nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të marrë Tajvanin nën kontrollin kinez. Kemë bëri të kështu në fund të këtij edicioni informativ, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, uroj të gjithë shqiptarëve shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja dhe sa më shumë lajme të mira për vitin 2026. Bashkë natën e mirë, ju lë në shoqërinë e programit festiv të organizuar nga News 24. Festa të mbara.